Punimet për renovimin e objektit të stacionit të autobuseve në Gjakov po vazhdojnë me dinamikën e parapar. Sipas drejtorit Agron Hoxha, vendi ka filluar ta marrë pamjen që e meriton. Ka vjen një pamje e mirë ashtu që e ka merituar edhe stacioni po edhe qyteti jonë i Gjakovës, se stacioni është tipik për krejt botë vinë, gjinga mas pari të stacionit autobusave të orientohen në qytet, është ka ndryshuar një pamje e mirë, besoj që ka vjen edhe shihet edhe vetë puna që ka vazhdon të bën, besoj që ka ndodhur një sand i mirë për Gjakovën. Hoxha tutje tregon detaje rreth punimeve që aktualisht po kryhen aty. Për momentin ka filluar gjitha fazat që kanë pasur janë ndyrë dritare, është izolimi, janë të ushtruar gjitha dyshëmet, vetëm me pat sallën poshtë është gati në përfundim më sipër, edhe izolimi i objektit ja ka nisë do pjesë të vazhdu, po është plani dinamik është 6 muaj. Kemi filluar ka fillimi i marsit edhe është 6 muaj. Nga aty u tha se të gjitha punimet po zhvillohen bazuar në planin dinamik dhe se të njëjtat kanë qenë shumë të nevojshme për të gjithë pasagerët që marrin shërbime aty, si dhe për stafin që operon në këtë institucion.